mëngjesit të dashur miq dhe mirë se erdhët në Villa 24. Nisim javën bashkë me Katerinën. Se po të ftoj kështu si na në sken. Mëngjes e dashur dhe një javë të mbarë. Javë të mbarë edhe për ty, për të gjithë bashkë. Sot ka nisur një mëngjesi vranët, kjo e hëna na do pak kështu energji për të nisur rutinën e të gjithëve, në shkolla, në punë, me atë trafikun, dhe me fastulet e ditës së hënë. Që sot i kemi pleqi, e zbulova pak. Shumë mirë bëre. Ti përshëndesa visat e mia dhe ti uroj një ditë bukur, një javë të mbarë dhe ti ftojmë këtu te këndi joni gatimi sepse sot do të bëjmë pleqi, do me thënë tavë me fasule pleqi. Por jo vetëm, do të bëjmë edhe ca simite të mbushura me djathë të shkrirë, që bëjnë shumë të mira, edhe me susam. Atë po bëja unë tani, po i bëja gati. Qa po bëje ti aty? Këtë brumin e parë, dhe le ta vendosim me këtë miell, këtë lloj mielli e bëra unë, faktikisht. Okej, me mielin tipsero. Edhe, Anila, kjo ta kemi ta lavon? Po, të jon. Ja, shikoj një brumin atëherë, ne kemi nisur fiks me këto recetat. Se do tregojmë edhe mënyrën se si kemi arritur deri këtu, po doja që ta leja të më pushonte pak kjo. Që do tani nga? Ta rëmbullakosim kështu. Ta e vësh në tas? Po, do ta vëm këtu. Kështu. Presysh dy veta. Shumë mirë, e presim tani atje dhe vendosim. Si me presim. Po thoja që e kemi nisur ditën edhe javën, ashtu si që i shkon një dite me shi, kështu që ju që jeni në shtëpi, ju që jeni në shtëpi, që e keni nisër mëngjesin pak më me Terezi, që po pini kafen tani, po mendoni çfarë do bëni për dreks, do t'i prisni njerëzit tuaj të familjes kur të kthehen nga puna, nga shkolla, dhe sigurisht që ajo aroma e shtëpis e ka të gjithë kënaqësinë e vet nga gatimet, kështu që shpejt, nëse ju nuk dini ende se çfarë do të gatuani, në pazaret, në dyqanet, në Ranzi, jo vetëm do zbuloni një botë të tërë të produkteve ushqimore, por do t'ju vinë edhe ide të reja se si të gatuani, që nga receta tradicionale deri tek atë më moderne, aziatike, meksikane, produkte që ne i kemi sjellë në studio, i kemi testuar në gatimet tona, i kemi shijuar po ma aq kënaqësi dhe në të njëjtën kohë kemi treguar gjithashtu edhe me nutricionistin ton të ftuar vlerat e tyre ushqyese, sepse në Ranzi jo vetëm na jep mundësinë që të ushqehemi çdo ditë me alternativa të reja, por na siguron gjithashtu edhe një regjim ushqimor super të shëndetshëm. Dhe në javën e nisim kështu, që do të thotë, e kemi tepruar pak në fundjavë me gatimet, me kalorit. Le të ushqehemi pak shëndetshëm, pse jo, me fasule sot, apo me një supë për shembull. Si që është kjo përzierja këtu që është super e shëndetshme. Ja, mjafton një e tillë, dreka është gati dhe kemi marrë pak shumë vlera ushqyese, po. Atëherë, por neve menduam që të sjellim tavë pleqi. Është, si thuash, një tavë shumë e mirë, shumë e shishme, e shëndetshme, dhe faktikisht kjo lloj tave bëhet edhe si meze, por bëhet edhe si gjell. Nuk është e thënë se duhet të jetë me patjetër. Meze bëhet, domethënë që të bëhet më e thatë, bëhet me sunxhuk, bëhet me mish të thatë, bëhet edhe kështu shqeto, si do ta bëj unë sot. Vërtet që bëhet shumë mirë. Me karota, me presh, me spec të kuq, me një deg selino, bëhet jashtëzakonisht e mirë. Por që të ke arrim, do me thënë tek momenti që ne do të përgatisim këtë salsin këto të bëjmë tani, fillimisht të dashuran visa duhet që këto fasulet pleqi t'i vendosni një ditë më përpara në ujë, t'i lëni për gjithë natën, nëse do me thënë i keni vendosur akoma edhe që në mbasditja, ndrojani ujë në darkë dhe lëreni me ujë të bollshëm për gjatë gjithë natës, me një majë skrip, siç them gjithmonë, dhe në mëngjes ndroni ujin dhe vendosni për të zier ashtu se që kemi vendosur dhe neve. Aty kemi vendosur që të na zien. Ndërkohë këtu neve përgatisim dhe shikojmë sa të mira janë këto fasulet pleqit të në Rancit, jo vetëm janë shumë të mëdha, por dhe janë të gjitha kokrat kështu të barabarta me njëra tjetrën. Janë fantastike edhe për këto sallatat. Edhe të bardha. Për pure, për sallatë, për çfarë nuk mund t'i bëjmë. Që mund t'i bëjmë në mënyra të ndryshme. Por, unë thash sot do t'i sjell në këtë mënyrë që fillojmë fillimisht me qepën vaj. Do të hedhim këtu edhe presh, pjesën e bardhë të preshit. Do të hedhim edhe karota. Do të hedhim edhe një specë të kuq. I shkon jashtëzakonisht shumë. Kemi pastaj edhe një lugë salcë, pak piper të kuq, piper të zi,
Edhe ndërkohë që unë kam këtë miksin e erëzave, nga që e përdor faktikisht. Po, shumë dhe shpesh. zakonisht, po, shkon në të pothuajse në të gjitha llojet e gatimeve. Në vërtet. Do të shtojmë me këtë pjesën e degës, me të pjesën të kërcellit fillimisht, dhe këto do t'i hedhim në momentin e fundit, që do t'i vendosim në tenxhere. Ju kam thënë për pjesën e kërcellit, që në qoftë se nuk ka këto fizat anash, ja që s'ka kjo jona, është e njom, e hedhim kështu, e grim dhe e hedhim. Në rast të kundër, do duhet ta pastrojmë pak nga ato fjet, jo se nuk konsumohen, thjesht bezdisin. Janë të bezdishme, po, janë shumë të bezdishme madje. Ndërkohë, duhet të thosh janë visave që nuk ka nevojë këto që të i presim edhe shumë hollë. Në krahasim me lloj, domethënë sepse dhe fasulet janë të gjatë të mëdha, kështu që nuk ka nevojë t'i presim në kubik të vegjël. Është mirë që t'i dallojmë, domethënë, se çfarë kemi nga të gjitha llojet, domethënë. Kemi qepën, ndodhi qepa e kuqe, jo se duhet me dojë moshe dhe ndosim qep të kuqe, edhe qep e bardhë dhe i kuqe është e njëjta gjë. Ne kështu e kishim në shtëpi sot. Neve na ndodhi sot e kuqe dhe vendosim. Zakonisht i përdorin shumë për sallatra këto pjesë, këto të kuqen, se vjen pak më e ëmbël prandaj. Por që edhe me këto, domethënë gjell, sigurisht që bëhet shumë e mirë. Hedhim edhe ndërkohë që presim edhe specin e kuq, lexojmë recetat. Fitojmë pak kohë. Po pra, le të shohim që në fillim që t'i japim kohë edhe për bërësve. Tavë me fasule pllajçi, pa kjo është receta që ne jemi duke gatuar këtë ditë të hënë. Na duhen 500 gram fasule pllajçi, një qep, një presh, vetëm pjesa e bardhë, 2 thelpinj hudhër, 2 karota mesatare, një spec gogozhare, një deg stelino, një luggjelle salcë domate, një domate e prerë në kubik, 2 gjethe dafin, një maj luge merigon, gjysmë filxhani çaj me vaj, krip dhe piper, sipas dëshirës tuaj. Përzierje e shëndetshme me mjalt. Na duhen 300 gram mjalt, një luggjelle shafrani ndije, turmerik, një luggjelle ginger pluhur, një luggjelle kanell, një maj luge piper i zi. Si mite me djathë të shkrirë është kjo receta e radhës që do të sjellim sot nga Vila 24 dhe këta janë të gjithë përbërësit. 500 gram miell, 2 vezë, 200 gram kos, 200 ml vaj, 2 luggjelle baking powder, një luggjelle sheqer, një lug çaj krip, 200 gram djathë të shkrirë, një luggjelle mjalt ose 2 luggjelle pekmez, 100 ml ujë, 100 gram susam. Që nga pak më e ndërlikuar, nuk që nga ka që thjesht ky brumi, se ne thamë kemi bërë një brum, po me tërë ato përbërës, kati? S'ka ndonjë gjë brenda, çfarë ka ndonjë gjë? Çfarë ka ndonjë gjë? Kosin ka, vajin, vezët, edhe baking powder mielin. Ku që janë krip? Pse mi shtonë, thua, jo? Ne kam për të thjesht. Tani është lyerja që bëhet mbrapa, ajo ndoshta. Ose në një lug mjalt me 100 ml ujë, në më thënë gjysmë filxhani ujë që bëhet ai lëngu, e kalojmë ato, do i tregojmë si mitet brenda tek ajo, dhe pastaj kalojmë në susami dhe vendosim në tavë për t'i pjekur në furrë. Piqe në furrë, nuk është shumë me shpjegime bëm, ne e mbaruam, i vendosim në furrë me fjalë. Edhe kështu do i bëjmë, sepse bëjnë shumë shpejt. Okej, tani hodhëm edhe specin e kuq, tani jemi te karota. Hedhim edhe karotat. Sot po rrim i bëjmë kështu live, e griljen edhe pastrimin e karotave. Tani këtë do ta pres shumë në mes. Shkon karota faktikisht këtyre fasuleve. Thash që mund t'i bëni në mënyra të ndryshme, që t'i bëjnë të dalë në pezza trumbullakta, të kemi 2 lloje. Por unë do t'i bëj vetëm me perime sot, do t'i bëj dhe do t'i lë edhe më tepër lëng se sa lëng, nuk do t'i lë të thata, sepse thamë do t'i bëjmë gjellë për të kaluar vaktin e drekës, nuk do t'i bëjmë meze për të shoqëruar vaktin e drekës. Kështu që ka dallim njëra me tjetrën. Kjo është diferenca. Po. Lëngu. Kështu që bëhet shumë e mirë, një tavë shumë e shishme. Të gjitha perimet, që shikoni, do zbuten pak,
Tu hedhim Nuk edhe do pak. gatuem plotësisht në tigan, apo Jo, jo? jo, Do se do të kaloj në po. furrë. Furrën e Të lutem Anila, mund ta janë ndezësh pak. furrën se kemi e shikon, mirë që E shikon që unë dhe nuk e kam kujtua. ndezur. Ja, ndeza unë, kemi në maksimum tani. Në ekran vazhdoni të keni recetën tavë me fasule plajqi, pra të dy tiganët që po shikoni tani, tenxherja edhe tigani janë të së njëjtës të recetë, zierja e fasuleve bëhet pak më përpara, sepse i duhet më shumë kohë të gatuhen, ndërsa perimet gatuhen më shpejt dhe duhet të jenë gjysmë të gatuara në fakt, sepse do të kalojnë më pas në tavë, edhe gatimi i tyre do të bëhet i plot më pas në furrë. Tani le të hedhim edhe piper të zi. Piperin e zi. Që sigurisht e kemi edhe të freskët, por e kemi edhe kështu. Po, të grirë në moment, nëse dëshirojmë. Tek në ranzi i kemi të gjitha variantet e pipernave në fakt, si e shilin, miksin, të kuqin, të ziun, që vinë me atë mullirin e freskët kur e grim në moment pra teksa gatuajmë, po sigurisht edhe në ambalazhet më të mëdha të gatshëm për ta bërë më të lehtë punën në kuzhinë për ju që i doni kështu të thjeshta ti merrni me majën e gishtave apo me majën e një luge. Hedhëm edhe piper të kuq. Nuk ka nevojë, neve thjesht duam që t'i zbutim se do kalojnë në furrë. Tani do të hedhim edhe salsa. Tregoj tani për punën e salsës, atë që them gjithmonë. Ja, e hedhim këtu në qendër. E ka vërdisim pak. Dhe më mbrapa e bashkojmë të gjitha perimet. Do sillim tani fasulet Të afroj? Po, nëse ashtu Anila mund t'i afrojmë, sepse do të më duhen këtu. Se i hedhim fillimisht, ja, mund ta vendosësh dhe këtu, faleminderit. Faleminderit Anila. Pra ne në gjithë pjesën e parë do merremi me fasulet, derisa t'i vendosim në tavë edhe në furrë. Si janë, domethënë sa të bardha janë. Ja, kam një luk këtu për fasulet e përdora, nëse e do. Tani morë më të madhe, ne shiko. Pas do t'i heqim në fakt. Edhe janë zirë, është momenti do me thënë që duhen vetëm atë zirje në furrë. Sa të bardha, sa të mira, nuk është se i themi ne ju bëjmë reklam, ato duken vetë. Gjërat që duken, si themi ne, nuk... Ne as nuk i zbukurojmë dot, as nuk i pshejmë dot. Ato që duken, duken. Tani këtu, është gati pasi kemi hedhur edhe këtë pjesën e salsës. Edhe perimet tona janë gati, nuk do t'i lëmë tepër, do të kalojnë dhe në furrë, kështu që do të bëjë zjerja tjetër në furrë. Por para se t'i kalojmë në furrë, i hedhim pa lëngun, këto lëngjet unë do t'i hedh në tavë, por fillimisht i hedhim këtu që të bëhet një, si tu është kavërdisje bashkë me perimet. Dhe pastaj i hedhim në tavë, te në anë të tavës do të hedhim dhe lëngun. Zjerja e plaqqive është bërë me krip? Apo jo? Si bën? Këtu tek pllaqit, do me thënë, momentin që kam vendosur për të zjerë, fillimisht i kam filluar pa krip. Kam hedhur tani në momentin e fundit pak një majë krip. Jo që në fillim? Jo që në fillim, se nuk zihen pastaj. Forcojnë dhe nuk zihen. Kështu që nuk ka nevojë. Ne do shikojmë dhe tavën tani se sa na duhet. Se mos kemi shumë, thua. Ato nuk në shkojnë asnjëherë dëm, pra nëse ne bëjmë këtë pjesën sepse këto i bëjmë dhe pure. Mund t'i bëjmë pure akoma edhe sallatë bëhen, po mund t'i bësh pure akoma edhe të shtosh pak nga i djathi shkrirë, që t'i bësh pure dhe bësh shumë e mirë. Bësh shumë e shishme. Vin idet në gatim, kështu që edhe nëse përgatisni më shumë se ç'duhet, sepse kanë atë fazën para përgatitore, si çdo fasule tjetër, qëndrimi në ujë me pak skrip edhe zjerja në më të madhe, vendosim dhe tavën më të madhe se këto nuk shkojnë. Jo, e kanë thënë që nuk shkojnë në dëm, sepse i përdorim ditët e tjera në mënyra të ndryshme. Dhe fasulja bëhet sot mund të konsumohet shumë mirë edhe të nesërmen, edhe madje mua më pëlqen shumë kur është. Kur qëndron një ditë, po, e vërtetë është, filloni trashet pak edhe më shumë lëngu, sikur merr më shumë shije. Ka më tjetër shije. Ajo që ngelet, t'ja hedh këtu këtë plurin faktikisht, sepse pastaj miksin e erzave. T'ja hedh këtu, edhe pastaj të tham një luk. Ja shikoni ka tjetër kështu kjo. Vërtet. Edhe plus i jep një shije shumë të mirë. Shije, aromë dhe një ngjyrë të bukur. E trazojmë tani sepse lëngun unë nuk do ta hedh mbi të, do ta hedh anash. Kështu që e trazojmë. Që ky miks i erzave të mos largohet, të qëndrojë aty në... E kemi gati. Ta marrim, ta hedhim në tavë tani. Ta hedhim kështu Anila. Mos të ndigjesh gati. E të marrim që këtë lëngjet këtu.
në Si duhet. gjithmonë, Kati kujdeset që jap një Janë ato lëngjet e shplar fundit. ziganit. Sepse ka shia aty, vërtet duket sikur s'ka mbetur asgjë, por Këtë gjithmonë e bënin gjyshe dhe në natona. ka mbetur shia aty e qepës, e zarzavateve që janë skuqur me njëra tjetrën. Të shohim pak tani sa lëng do t'i shtojmë. Unë do t'i shtoj lëng në masë, se thash do t'i bëj si gjellë. Nuk do t'i lë, do me thënë të më bëjnë tavë e thatë, Po. e duaj që të më bëjë si gjellë. Okej. Nëse e duam tavë të thatë, për ta ngrënë me pirun, është mjaftueshëm. kaq do t'i lëm lëng. Është mjaftueshëm, Okej. nuk duhet më tepër. Tani le të presë edhe një dy gjetëza nga këto. Gjethet jeshilet të selinos, pra kërcelin pjesën e fortë të degëzës i ashtoan brënda e gjatë japin shumë përgjithjes. shije faktikisht. Ndërsa Dhe gjethet në tani- fund fare, Po. sipas dëshirës, i shoqërojnë me majdanoz të freskët. Në kuptar. Dhe ti vendos pak si në brëndësi se thajen. Po. Jemi Të në shtojt rregull. lëng prapa aty, kështu që do mbulohen edhe. Sa me hedhim në cep të tavës, deri në mas të gatimit. Kjo është asia. Ja, tu. Do na zjen edhe perimet. Kemi ndezur furën në temperaturën 200 gradë dhe do ta lëm për 30-35 minuta. Është mjaftueshëm sepse, siç e shikoni, fasulet i kemi të ziera. Thjesht ne duhet që të na bëj lidhje në tava dhe kur i vendosim në furnë, na marrin dhe tjetër shije. Tjetra që dua pak vaj, sepse atë që them gjithmonë i hedhim pak në fillim fare, dhe aq më shumë që këto lloj gatime duan pak më tepër i ndyrë. Duan. Plus që po gatuhen me vaj ulliri, kështu që Është vaj i shëndetshëm. dhe shkon shumë me fasulet. Ashtu, ja. Ashtu, Është në vaj tani ulliri. kemi fiks fare ashtu siç duhet. Ta çojmë, Po. Tani kemi gati për në furrë. ikim në Djeg furrë. një çik Do ta pas lëmë, kali. e themi edhe një herë këtë informacion. 30-35 minuta në 200 gradë. 30, Dhe është që varet nga 35 zirja e fasuleve, se sa e kemi të ziera. Kemi të ziera pothuajse Mirë, plotësisht, në aq kohë është mjaftueshëm. Që do të thotë ne në orën 10 do ta kemi gati Po, për ta patjetër që do nxjerrë ta kemi tavën gati nga dhe furra. thamë që to e kemi bërë pllaki gjellë, tavë gjellë, jo tavë të thatë për meze, se bëhet për meze kur bëhet, domethënë që është e thatë, që është uji, lëngjet që hedhin brenda, është poshtë masës së fasuleve. Okej. Mirë, ne kemi edhe kohë në këtë pjesë të parë. Ja, do fillojmë të bëjmë besoj ato, mjaftueshëm Anina, po. për të nisur një tjetër recetë. Kështu që do të merremi me brumin tani? Po, Kati? do merremi Po. me brumin. Kemi 6-7 minuta kohë. Ajsa për të parë edhe një herë receta dhe për të nisur me recetën e dytë për sot. Pra, sa po përfunduam gatimin e tavë me fasule pllaqi, këto janë të gjithë përbërësit, 500 gram fasule pllaqi, një qep, një presh, vetëm pjesa e bardhë e tij, 2 thelpinj hudhër, 2 karrota mesatare, një spec gogozhare, një deg selino, një lugë gjelle salcë domate, një domate e prerë në kubik, 2 gjethe dafine, një maj lugë rigon, gjysmë filxhani çaj me vaj, krip dhe piper sipas shijes, sipas dëshirës tuaj. Tani do të nisim të përgatisim simite me djathë të shkrirë dhe susam, na duhen 500 gram miell, 2 vezë, 200 gram kos, 200 ml vaj, një lugë gjelle baking powder, pluhur fryrëse, pluhur pjekëse, varet se ju e quani, një lugë gjelle sheqer, një lugë çaj krip, 200 gram djathë të shkrirë, një lugë gjelle mjalt ose 2 lugë gjelle pekmez, 100 ml ujë, 100 gram susam. Për këtë nuk folëm, por do të japim kohën e nevojshme kësaj recete në pjesën e 2, do të përgatisim një përzierje të shëndetshme me mjalt dhe këto janë përbërësit që do t'i duhen, 300 gram mjalt, një lugë gjelle shafrani ndje, turmerik, një lugë gjelle ginger pluhur, një lugë gjelle kanell dhe një maj lugë me piper të zi. Kjo është një përzierje që më ç'po kuptoj është nga këto antivirozat Kati? Okej. Mirë, do të kthehemi tani në kuzhinë me Katin. Katin, ka mikën sot.
Jem në të marri menët dhe bëjmë gjerat gati. Po, më shdukesh. Sa themun me katin, kati nuk është më këtu. Me kati dhe pa kati. Tani çfarë do bëjmë? Brumin e kemi bërë. Brumin e kemi bërë, këtu do të hedhim pak ujë, sepse tash do ta ti bëjmë direkt dhe ti vendosim në furrë. Ti të bëjmë atë lëngun, Anila. Okej. Ja. Ato që pam në recetë, thuaj, të tregojmë si bëhet. Këtë lëngun këtu. Të hedhim mjalt. Mjalt kemi edhe tjetër atje, po atë mjaltin e dua që do të... Ka ndonjë ndryshim nga njëri tjetri? Po. Si janë mjalt lullesh, mjalt... që janë organik. Super natural, okej, mjalti i pashifnet. Okej. Është zakarosa, s'ka gjë. Ja, se po shikoja. Të marrim një lukë ta shojmë dhe atë, Anila. Do e bësh me 2 përzierje? Ja. Me të dyja llojet. Ti Okej. hedhim dhe pak nga ky. Ky është tjetër lloj. Si vjen kremos. Kremoz. Edhe nga Këtë do ta ngjyra. bëjmë kështu që për të lyer me bukë ose për ta ngrënë nga një lukë çdo mëngjes. Pra, tham këtë mjaltin e shëndetshëm. Do ta bëjmë me ginger, kanell, edhe Atë përzierjen që... atë përzierjen, po. Do i bëjmë të gjitha Ajo është bashkë. për të nisur ditën? Për të nisur ditën, shëndetshëm dhe sigurisht që mund ta bëjmë akoma edhe fet bukë. Për ta bëjmë lyer. bukë, për të lyer bukën. Ja i hodhëm të dyja këto tani, se pak ishte njëra tjetër. Këtu do lyejmë këto simitet, të cilat do t'i kalojmë pastaj në susam, edhe do t'i vendosim në tavë, që tek ajo tava, Anila, do shtrojmë një letër, që të vendosim edhe atë. Këtë lëngun, do me thënë e mjaltit, e kemi gati. Të marrim edhe këtë brumin që neve kemi bërë gati, dhe pastaj në pjesën e dytë do të tregojmë edhe mënyrën se si kemi arritur deri këtu, do me thënë që kemi bërë të brumë. Por ta bëjmë, tani t'i punoj, që të në dalin edhe këto. Kjo kutiza ka vendin e vet për ta prerë, kështu që nuk lodhim më shumë. Ja, një brum i butë, në momentin që e lëm edhe tek pjesa e membranit, që pushon, na bëhet akoma edhe më i butë edhe shiko se sa i me që është. Me këto përbërës, si neve thamë, dhe që do të tregojmë pastaj mënyrën se si kemi arritur dhe kemi bërë deri këtu. Doni t'i bëni në mënyrë praktike, thjesht shtu, t'i ndajmë këtu me një thikë. Ja. Format i bëni si pas dëshirës. Ajo që na duhet, Anila, të hapim këtë djathin këtu, të marrim nga i Djathin djathin e shkrirë. shkrirë? Po. Të marrim atë rolen, mami, ta bëjmë atë që të bëjmë. Po mund t'i bëjmë edhe me dorë, por me role besoj të jetë më mirë, por me dorë E bëjmë kemi kështu. përdorur dhe javën e kaluar, edhe Po. është fantastik. Për ëmbëlsira, por edhe për receta të kripura, por edhe për atë salsën e makaronave. Është krejtësisht ndryshe nga çdo djath i shkrirë që ju keni përdorur ndonjëherë. Atëra, Të hedhim edhe susamin këtu. Susamin e kemi aty. Susamin e kemi... Atë djathin tani do ta kaf. vendosim në një enë, që të kemë mundësi që ta heqim, se do të më duhet. Se hedhim këtu se s'ka Në gjë. tas, okej, edhe në tas. Nuk dhe e përdorësh të gjithin, besoj, Jo, apo? jo. Okej. Marim një thikë tjetër, sepse nga që do përdoret i gjithi. Farat e susamin do të na duhen për të lyer nga sipër. Mund të zgjidhni të bardha, kafe ose të përziera. Pas kemi ca pika uji këtu. Mbajmë këta neve një herë dhe pastaj të shohim. Okej. Shikoj pak sa do? Hidhi se do në dojnë se do më mbështjellin këto. Tani, thash, doni t'i bëni me dorë? Me dorë mua do më pëlqente më shumë, sepse janë si të thuar tuken që janë shtëpi dhe nuk janë të bëra nga makineri. Në djathë vendosni sa doni, po kaq mjaftueshëm është, sepse ç'është e vërteta, dhe këto, brumi, nuk është... Atëre, Katine, do bëjmë vetëm të parën, sepse aq kohë kemi, Ja. dhe pastaj gjatë shkëputjes. Në këtë mënyrë, Okej, do t'i kalojmë edhe në atë lëngun me mjalt mjalt. dhe në Do ta kalojmë susam. këtu në susam. Do të bëjmë edhe këtë prerjen nga sipër. Okej. Edhe
do ta vendosim në një tavë me letër kuzhine. Ja ta vendosim dhe atje, Anila. Atëre, ne mund të bëjmë dhe disa të tjera gjatë kohës që të shkëputemi, që t'i vendosim në furrë për të pjekur. Në këtë mënyrë do t'i bëni. Do t'i bëni në këtë mënyrë, do t'i bëni në tjetër lloj mënyre tërmbullakta, varet domethënë se si i doni ju t'i bëni. Po do t'i bëjmë tërmbullak, do bëjmë dhe një tërmbullak, do t'i bëjmë kështu dhe bëni 3 prerje. Kati shiko, lëjmë pak brumë neve dhe e tregojmë për ju që s'na kemi parë në këto momente. Po pra. Mirë, ikëm, do vim prapë tek ju pas publicitetit. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live, është e hënë, jemi në kuzhinën tonë në Villa 24, si çdo ditë tjetër të javës në fakt, nga hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 11 ne jemi së bashku, ku një orëshin e parë qëndrojmë pikërisht këtu në kuzhinën tonë, plot aromë, plot shije që na vijnë nga duart e Katit. Atëherë të dashura mvisa, siç ju tham pak më përpara, neve sot përgatitëm edhe këto simite, mund të themi kulaç, mund të themi byreke, mund të themi si të duam. Si të doni vendosja një emre? Si të doni juve. Me që kam këtë të tregojmë të bëjmë 2. Shumë thjesht, shiko se sa i butë është. Tani madhësinë bëjeni juve si ta doni, nuk është se ka ndonjë kusht për pjesën e madhësisë. E hapni kështu, nuk ka nevojë që ta të merrni, që ta hapni me si thua peca me rul, s'ka nevojë. Edhe kështu. Është shumë mirë. Tani, këtu kemi djath. Djathin e shkrirë, është këtu. Duke ju kujtuar që të gjitha produktet që po gatuajmë sot i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci. Në Rancin e gjeni në Shqipëri, i gjeni në çdo qytet, në Kosovë gjithashtu. Edhe për mbushjen e djathit, vendosni juve sa të doni. Por, do bëni këtë palosje kështu, edhe kështu. Do i jepni një formë në këtë mënyrë, si të doni. E rëndësishme është që mbasi e keni vendosur kështu, kemi ujë, do me thënë, ose tham ujë me mjalt, ose nga që bëm të tjerat ne është bërë me susam, kjo s'ka problem, e kalojmë në ujën me mjalt. Prap në susam do të kaloj, kështu që nuk në prish as pak punë. Edhe që të marri susam nga gjitha anët është mirë. E shtypim kështu, i bëjmë një prerje me kam fikën këtu që kam e susam. Kjo prerja e ndihmon do me thënë të piqen. Nga brenda. Është si ai brumi që se kanë baking powder brenda edhe duan që të piqen. Prandaj edhe kjo e ndihmon. Ja, kështu, shumë thjesht. Shumë e thjesht, po. Këto dy copëzat e brumit i lam pikërisht për t'ja u treguar ju, sepse unë ndam pak shpejt e arritëm të bëni vetëm një në fundin e pjesës së parë të gatimit, ndërkohë është plotësuar, është mbushur tava dhe është në furrë duke u pjekur, që do të thotë, duke ju afruar orës 10, do të nxjerrim nga furra tavën me pllaqi që kemi gatuar, edhe këto simitet me susam, me djathë të shkrirë edhe me aromën e shijen pakës të prekjes së ujit me mjalë, që do të thotë duhet të ketë vërtet një shije shumë të mirë. Të dyja recetat ju mund t'i gjeni pak minuta më vonë duke klikuar në YouTube, në dy kanalet tona zyrtare, në kanalin zyrtar të News 24, pikërisht me këtë emër, kundër të tjera është një alternativë shumë e mirë për të ndjekur informacionet më të fundit, të gjithë programacionin e News 24, emisionet e përditshme apo të përjavshme dhe gjithashtu edhe Villa 24 me gjithçka që transmetohet drejt për së drejti në ekranin ton. Ndërkohë që në Balkan Web, ky është kanali i Villës, pra Villa 24, nëse na doni vetëm ne, vetëm mua dhe Katerinën të ftuarit dhe gjithçka që transmetohet çdo ditë këtu. Balkan Web gjithashtu është një suport ynë i përditshëm ku ju mund të gjeni ndër të tjera edhe recetat tona të gatimit, videot që ju tregojnë se si gatuhen, recetat me të gjithë përbërësit dhe gjitha shpjegimet e nevojshme që ne bëjmë çdo ditë këtu në kuzhinën tonë. I bëm edhe 2 simitet e vodka për t'ju treguar, nuk do i vëm në furra ato tani, Kati i lëm këtu, do nxjerrim të pjekurat pas pak nga furra. Kemi 10 minuta kohë. Është shumë e thjeshtë për tash, 10 minuta kemi kohë, domethënë të përgatisim pjesën e të shplajnë brumin. Po. Okej, po. Sepse ne e nisëm përgatitjen e këtyre simiteve me brumin që e kishim të gatshëm. Pra, madje me brum nisi emisioni sot. Si e bëm na atë brumin? Do ta tregojmë tani. Po shumë e thjeshtë për të përgatitur, prandaj thash që hedhim një pjesë të miellit në fillim. Edhe që t'i keni me sy. Unë ju kam vënë gramatura atje, por edhe me sy
është shumë thjeshtë. Tani këtu kemi baking powder. E hedhim. Se kam hapur plotësisht faktikisht. Po pse se hapa, Marila? Po këtë jo në kati pse se hape. Mori dhe, s'ka gjë, s'është problem. Se kam prerë mirë. Jalla. Jalla. Më të sigur e preva. Nëse ke nevoj për mua, që të mos... E më ja, si mjaftushëm, është nuk ka nevoj. Edhe e bëjmë gati, ta kemi për herën tjetër që mos vuajmë prapë. Por, këtë që doja të thosh janë disave fillimisht, të hidheni tek mielli, përzjeni, ndjes për atë... Këtë do thot që e kemi paketimin e pa hapur, kështu që në njerë harrojmë të bëjmë gati edhe japim këtu live. Si hedhim edhe krip, unë i hedh me sy. Juve hidhni me gramatur. Ashtu, këtu kemi 2 vezë. Ja, hedhim dhe vezët. Të plota. Të plota. Këtu kemi 200 gram kos. Me gjithë këtë lëngjet që kanë zjerë kosi, s'ka problem, i hedhim kështu si që është. Tani, 200 ml vaj. Që do të thotë, ja ta masim këtu, ta masim. Kemi një ide. Që të jetë, do me thënë në gjysmën e filxhanit. Po. 200 ml, nëse e masni me gotë ujë, gotat e zakonta, është pak më shumë se gjysma. Pra një gotë ujë është 250 ml. Vajnë kaj të mirë. Vaj bëheni me vaj zakonshëm me çdo lloj vaji. Nuk është se ju them me vaj ulliri, është ka vaj ulliri që është më i lehtë që e përdorim edhe për gatime, kështu që më duhet pak sheqer. Me qenë se kam dhe një tjetër. Ta hap apo kemi të pahapur? Kemi të pahapur. Kemi të hapur, do me thënë mos e hapë. Edhe një lugë sheqer ose mjalt. Sheqer ose mjalt? Tani hodhëm sheqer, s'ka problem. Në lëmë me sheqer. Tani i përzijem këto. Ja, ka që të kryojët brumi. Vesh se këtu tani ne duhet të shtojmë miell tjetër. Është mielli i parë që hodhëm fillimisht, nëse dhe ju e në shtëpi që doni që mos rini të bëni matjen e miellit, hidhni një sasi të miellit fillimisht që të bëhet përzierja baking powder me këto përbërës të tjerë dhe pastaj do hidhni miell sa të marrë që të na bëhet ai brumi but siç e pat ke kishim edhe neve. Shumë e thjeshtë për të përgatitur. Ja. Tani këtu duam miell tjetër. Derisa të na lidhet brumi. Po të lidhet, na bëhet një brum. Si ai që neve treguam. Që do të thotë deri në 3 herë hedhjen e miellit, do ta kuptoni që do ta keni gati. Edhe pak. Se ku po piqen këto? Apo duhen lënë më shumë shivi njërë kati? Ull vetëm pak temperaturën, Arela. Lutem, faleminderit. Sa ta qoj? 150? Po. 150. Që të kullojnë, themi edhe tani. Edhe lajqit po bëhen, shumë të mira duken. Mirë, receta të mira sot. Ja, tani është gati. Sa të përthithet, të shkëputet nga ena, edhe kemi gati. Do ta lëmë të pushoj të paktën për një 15 minutë. Mirë është që ta keni të mblidhni me atë letër telefon. Ka të kësëm kënë aron vanilje mua këtu? Di unë. Ishte plurë fryrë se po? Po. Së më vjen një aroma mirë vanilje, po do jetë e gjërat që kemi këtu poshtë. Hapëm dollapin që nëzora unë ato. Shikon, prandaj. Edhe si duket nga jo. Tani, se që doja të thoja? Doja të thoja që kemi 5 minuta ko. Do ta bëjmë atë përzierjen? Tani këtë mielli, mielin. Brumin. Brumin, Anila, se tha mielin, si që është, e lëm të pushoj dhe filloj pastaj dhe pregatisëm ashtu si neve pregatitëm që vendosëm në furë. Është shumë e thjesht për pregatitur, tani ndoshta me një letër telefon, me një peset guzhinë, si të doni juve, si të keni në shtëpinë tuaja, e lëni të pushoj, tjetë si plastelin brumi, dhe do të keni gati. Dhe paci ishte, gjithashtu pat edhe mënyrën se si u pregatitën. Pra, kemi lënë 2 jashtë, si që bëjmë gjithmonë, që ju ta kuptoni të gjitha etapat, të gjitha fazat. Si bëhet brumi, sa ko duhet që të shëndroj, si duhet të mbulohet gjatë kohës që të shëndron, si duhet të ripunohet, hapen petët, mbushen me djathë të shkrirë, lyen me susam, edhe me ato ujnë me mjaltë për para pastaj me susam, dhe vendosen në furrë për të pjekur. Tani, kemi pakës ko, aj sa do të na duhet për të... I heqim dhe këto këte, Anila, të tregojme dhe këto. Pregatitjen, që Kati tha është ideale për të njësur ditën. Pra një lugë në mëngjes,
na jep shëndet, vlera ushqyese, imunitet, jemi në kohë rozash. Kam hequr një pjesë të mjaltit këtej, kam bërë enkas me qëllim që të shtoj këto përbërësit e tjerë. Që do të thot, marri një lugë të qajit kanel për masën që unë kam, një lugë kanel, marri një lugë tjetër dhe një, sepse gjysëm do hedhim nga kjo, edhe prap lugë tjetër, kemi lugë plot. Do me thënë të receta duhet të shtojmë edhe 4 lugë. Duen, këto të gjitha edhe 4 lugë. Edhe ginger. Dëgjoj mua, nuk mundemi që të vendosim me të njëjtën lugë, t'i marrim të gjitha. Kështu që detyruar do t'i bëjmë këtë gjë. Hajde, ti merra, unë i mbyll shpejt e shpejt. Edhe piper të zi. Dhe të hedhim nga ky piper i zi tani. Piper të zi? Mirë është të hedhim piper të zi. Jo, se nuk hidhet shumë, kjo një maj duhet. Lugë tjetër. Ja, këtu duhem një maj piper. Një maj është mjaftueshëm. Kaq. Tani me këtë lugën e vogël që trazohet më mirë, e trazojmë të gjithë të masën tani, edhe e kemi si të duam, ose lyem bukën, ose ham nga një çdo mëngjes, prita punojmë se do punuar kjo tani, që të përzihem. Okej, kishim ginger? Akoma dhe feta me bukë për fëmijë bëhet shumë e mirë. Sidomos ky lloj i mjaltit, që ka këtë, si thua, duket edhe nuk do ta kuptojnë, do të jetë si çokokrem për fëmijë. Ja. Edhe pse ka piper, thua? Ja. Po ka kanellën, është mjalti, nuk do ndihet fare, do duket si çokokrem. Thua bësh feta me bukë fëmijëve për mëngjes ose nga një lugë të çaj, domethënë, për mëngjes. Interesante. Është shumë e thjeshtë. Neve këtë e kemi këtu tani e përgatitëm. Do ta provojmë, do ta shijojmë vetë çdo mëngjes. Po, nuk po guxon asnjëri, ndel të provojmë një herë katë. Çka kishte kjo luga? Merr tjetër. Mëse e marr me bishtin e lugës, pa hasën çik dua ta provoj. E trazuar mirë mos. Po që ka e mirë. Po pse mos jetë e mirë? Me kanellë, me ginger, me... Okej, djeg pak, djeg. Mirë, shiko, gingeri bën të vetën, a? Dhe gingeri dhe piperi? Jo, piper sodëm, një maj piper do që... Po nga që ti e përdoj shumë piperin dhe të duket sigur është normale për të gjithë një maj e piper. është shumë e mirë, nuk të bezdis, shion do me thënë, po djeg pak. Jo, pastaj dëgjoj tjetra do që të përpunohet, sepse nuk është trazuar dhe tamam fort mirë, edhe të qëndroj që të shkëmbejnë shijet me njëra tjetrën dhe sigurisht që do të keni një mjalt të mrekullueshëm, të shëndetshëm, them unë, jo të mrekullueshëm, sepse është mbi të gjitha një shëndet. Do t'i nxjerrim se jemi në fund fare. Me bletën që kemi këtu. 1 minutë kohë. Fasule. Ti të nxjerrun njërën. Fillon, nxjerr atë. Fillojmë. Këtë nxjerr. Fasulet. Ku e kemi ato dorezën? E kam lënë atje. Kemi kohë. Hajde se vrapojmë tani. Hajde, shpejt, se kemi 3 të ftuar sot. Kemi dhe një temë interesante, Kati. Që do t'u japim edhe fasule. Pllajqi. Ndoshe këtu, që të servirim edhe në pjatë. Jemi në javën e dashurisë, Kati. Prandaj bëjmë dashuri gjë. Njerëzit të mendojmë për dhuratat. Unë them të servirim, Anila. Po po them temën, unë çdo flasim me të ftuar. Në rregull. Do flasim për dhuratat pas pak. Hajde, servirim shpejt. Tani, të ftuarit ndoshta pllaqis do duan, po ndonjë simite kështu me djathë. Edhe e han. Shiko se si u bën këto. Po ka, ti se s'po e paj do të më. Ja, kam atë për te, Janila. Kujdes duart. Këti hedhin. Edhe kur do qëndrojnë këto, të shikoni juve se sa të mira do bëjmë. Po. Gjellë më të mirë nuk ka. Fillojnë i shëndetshëm edhe shishëm. Bo. Ja. Shtë hash. Kujdes ka të shëtë Shtë hash është të tjerë. Birë pjatën Anila të vendosim. Kë pjatë do këto? Nuk e di pse nuk nga del koha as njërë ne. Ku e dim në vend të ngasta, ku ti që drejtin bëjmë ne këtu, flëm, më duket. Bolli kemi. Ajde, kaj të. Se më hodhën pjatën. Kaq, boll. Tani, shikojni pak shpejt do ikim se kemi reklama. Sot të mira gjia. Edhe djathi brënda, edhe këtu.
Shumë të mirë. Të lumshin duart. Faleminderit. Recetat i keni në YouTube pak më vonë. Ndërkohë ne ndahemi me Katin, bashkë takohemi pas pak, koha jote për të bërë përshëndetje. Sot vërtet je bërë një Barbie vërtet. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Sidomos to fasulet të pllajçi nuk di t'ju them. Mos i dhe asë, si tu është ato mish brënda zgjë, s'ka nevoj, vetëm me këto perime janë të lëpini duart. Dhe, kalofshi bukur. Kryesor, dashuri. Ashtu, gatuar me shumë dashuri. Nesër me Katin në orën 9, pas reklamave me 3 të ftuar në studio, një temë interesante për ta ndarë bashkë me ju.